Thot profeti alayhi salatu wassalam, ka thënë Allahu i lartësuar në Kur'an: "E ndava namazin midis meje dhe midis robit tim dy pjesë." E ndava namazin midis meje dhe midis robit tim dy pjesë. Subhanallah. Shiko sa i bukur edhe sa do me thënës është ky hadith kutsi, ku Allahu Gjeleshanu tregon vlerat e surës El Fatiha, po tregon edhe rëndësinë që Allahu Gjeleshanu edhe konsideratën që ka për robin e tij, për njeriu kur ai fal namaz. Në momentin që ne i drejtohemi Allahu Gjeleshanu, dikush prej nesh edhe e humbet vëmendjen, ose nuk është i përqendruar në namaz. Kur ta dëgjosh këtë hadith, aty do kuptosh atë që i kemi thënë edhe në vazat e tjera përpara kësaj, pra rëndësia e përqendrimit në momentin që lidhesh, të komunikosh me Allahun Gjeleshanu dhe të flasësh drejt për drejti në namaz, i qofshim falë Allahut që na e caktoi neve namazin 5 herë në ditë. Thot Allahu Gjeleshanu, kur robi im thot elhamdulillahi rabbil alamin, falenderimet i takojnë Allahut Zotit botrave, Allahu Gjeleshanu thot, më falenderoj mua robi im, subhanallah. I kthen përgjigje Zotit Gjeleshanu, kthen përgjigje për atë që themi ne, që shqiptojmë ne. Kur robi im thot Ar-Rahmanir Rahim, thot Allahu Gjeleshanu, më lavdëroj robi im. E kur njeriu thot Maliki Yawmiddin, sunduesi i ditës gjykimit, më nderoj dhe më lartësoj robi im.